qoftë për zjarre, qoftë për përmbytje, qoftë. Po, detyra kryesore e saj është mbrojtja e vendit, vetë kuptohet. Dhe kjo jetë është më që unë kur vajle ishte 16 vjeç kam qenë në atë kohë kur shkollë, isha meri unë në grupë. Edhe bires me kujtore së të shtik, kur arreshtuon, isha i 17 si mazgjatësisë. Dhe kur maru, dole i pari, se ishë me gati. Dhe në rreshtë. Dhe, mi po, ishte një përshësi e madhe, sepse ishte gjua ruse, fare pa njohë për dhe në shqiptarët. Ne ishim asimilizuar ose familiarizuar më shumë me gjuhët latine. S'ka me fare, as me folme, as me shkrume. Dhe, pa tjetër që ishë përshësi. Por, mosha e re, dhe më dhe bëzlegje, edhe mënyra që ishin ndërtuar pësimin e gjuhës, ishe tillë që ne kishim mësonim çdo ditë nga 15-20 fjalë të reja. Që mësonim përmendsh. Sigurisht që fillimisht përshësi që të mëdha, po më në fund mas 6 muajve unë arriva të lexoj edhe libra rusisht. Kishin më kujtohet libri i parë që kam lexuar, është libri i Nikolaj Ostrovskit, Sjukale Qeliku, ka qenë gjuhë ruse që kam lexuar. E pastaj vazhdimisht kam qenë gjatë gjithë kohës i lidhur shumë me literaturën. Edhe se të më trisin leximin të ide shumë. E sigurisht që kjo jeta e jonë në shkollë ishte e vështirë fillim. Veçanërisht shkojmë në dimër, se kemi mbrit në janar të 46-s mbritëm. Dhe dimri aty është i fortë, kuptohet, dimri rus, i njohur. Megjithatë neve gradualisht u ambientuam, edhe si thush, mi po disiplina ishte e fortë, ne ishim mësu ndryshe, vim nga jeta partizane. Dhe më kujtohet natë e para si të ngordh për fjetë, njës erdhi orari, erdhi në zgjoja personelit të shërbimit të Hirojës ishte, edhe njerëzit kthej kurrizëm në kthej. Gjithë bilan me nërsa në mësu më qikë me këtë regula, se në vim nga jetë civile, jetë e disiplinuar në kuptimin e zbatimit të detyrave, po jo në zbatimit të rregullit. Dhe arrit e përvecuam, që të është ardhëm shtarak atje, mësuam mirë, që se ishim goqa ishim në 52 vetë. Shqiptarë. Dhe jemi kthyer në vitin në mars 28-s. Por gjatë kësaj kohe ne kishim një përshësi të madhe, sepse letrat vijnë në tregat e punones. Për ta një letër. Kështu që gjatë kësaj kohe u mora tregat e letrat më shumë nga familja. Jo vetëm po gjithë, atje se ishim.